Të gjithë java që nga dita e sotme deri të hënën tjetër, pra një javë do t'jetë me kushte të qëndrueshme atmosferike. Pra do të kemi mot të kthjellët në të gjithë territorin, nuk parashikohet që të kemi reshje. Si të thuash, do të kemi mëngjese paksa të ftohta, duke që se temperaturat kanë pësuar rënjën mëngjes, -4, -5 gradë shënohet në zonat malore, ndërkohë Tirana shënon të sot 6,3 gradë. Për sa i përket mesditës, do të kemi rritje të temperaturave, siç e kemi parë edhe gjatë fundjavës. Parashikohet që kjo javë të jetë e qëndrueshme, pothuajse. Gjithë territori do të jetë me diell, orët me diell do të jenë shumë të gjata, duke përjashtuar mëngjeset që do jenë të ftohta, pas orës 9, le të themi, dhe deri në orën 4-5 do të kemi mot të kthjellët, rrezatimi do të jetë pothuajse në gjithë vendin, vranësira do të jenë kryesisht fokusuara vetëm në zonat malore, dhe si të thuash, edhe ashtu siç është mbyllur dhe muaji tetor, relativisht i thatë, në fakt e gjithë vjeshta u pasua me reshje të pakta, parashikohet që edhe, si thua, 15 ditë që i pari muajit nëntor të mos ketë shumë reshje.